Enea, Blendi, Mirtita. Kemi ardhur në një nga pallatet në Tiranë dhe shumë prezencë e madhe për të drejtën, ndërkohë që është një proces shumë i thjeshtë dhe jemi në procesin e matjes. Po arsyeja pse ndodhemi këtu është sepse ky është muaji i parë kur fillojmë që të kemi faturimin e ndarë sipas kategorisë të konsumit. Pra është hera e parë që ne do të aplikojmë këtë kategori, e cila është 700 kWh me 8.5 lek për kilowattor dhe pas, pra nëse bëhet 701, atëherë kthehet prap çmimi që ka qenë gjithmonë pra 9.5. E kemi thënë që në kryet herës që kjo është një mënyrë edhe për eficiencën e energjisë, edhe për të mbështetur familjarët tanë. Nuk harrojmë të themi që kemi një numër shumë të madh familjarësh të cilët konsumojnë deri në 700 kW, pra mbi 1 milion, apo jo? Kështu që sot vendosëm, duke qenë se ky është momenti i parë i matjes dhe sigurisht si muaji i parë që do të ketë ndoshta edhe kontestime, ndaj ne po e bëjmë transparent duke treguar se si është procesi i matjes tek abonentët në një nga pallatet e Tiranës. Fillojmë? Po. Si fillim ne vendosim kabinat sipas një grafiku të caktuar. Dhe vim përpara boksit, pallatit. Dhe në ratë të parë shohim nga ana vizuale të gjitha macat. A janë në rregull, a e kanë bulon, dhe pasi shohim nga ana vizuale të macit, ne fillojmë. Shohim numrin e kontratës, e vendosim në aparat. Dhe pasi shohim dhe pasi e verifikojmë edhe me numrin e macit, atëherë vendosim leximin e macit. Dhe në momentin që vendosim leximin, ne i bëjmë foto macit. Leximit. Fota duhet jetë e pastër, e saktë. Dhe të gjitha leximet duhen të bëhen në ditën e caktuar, në grafik dhe në kohë reale. Pastaj kalojmë te maci tjetër. Ti vazhdo me procesin, ndërkohë që duhet të shpjegojmë ne atëherë çfarë masash kemi marrë për të krijuar transparencë, sepse siç e tham, tashmë gjithçka varet nga matja. Është një proces shumë i rëndësishëm. Në bazë të procesit suaj ne kemi nxjerrë një urdhër të posaçëm ku kemi referuar gjitha dinamikat e procesit leximit, datat përkatëse kur fillon leximi. Përshëndetje. Si dhe duke përfshirë dhe ato që le themi janë penalitetet, por dhe se si e zgjidhim ne në qoftë se le themi konsumi është mbi 700 kW. Ne kemi kërkuar që çdo konsum mbi 700 kW të ketë foton edhe transparente, në mënyrë që të jemi edhe më afër klientëve për çdo anketë që mund të kenë, si dhe tashmë me ato të dhëna që ka zonja që bëri leximin, ne masim edhe geolocation, pra lokacionin përkatës. Pra kjo është shumë e rëndësishme, pra sepse ky është risi që të gjitha të dhënat që dërgohen në databazën e OSHE-s, nga ana tjetër verifikohet dhe ku ndodhet faturisti pikërisht në atë moment, apo jo? Dhe kjo rrit përsëri transparencën, por edhe rrit sigurimin e leximit. Një element tjetër që sigurisht është i rëndësishëm dhe që unë dua ta theksoj është që lexuesit tashmë janë, përveç se janë gjithë të trajnuar, por ne kemi marrë dhe fazën që e kemi shpallur bashkë për sa po pikërisht që është për sa i përket fitjes së lexuesit të ri. Pra ne kemi në trupën tonë OSHE-ja ka pasur 832 lexues, por ne kemi kërkuar edhe 120 shtesë. Dhe po ju jap edhe një informacion se ku jemi me këtë proces, që është një proces shumë i rëndësishëm, sepse duhet të kompletojmë këtë trup lexuesish, siç e bëri zonja, që të lexojë macat në gjithë Shqipërinë. Tashmë ne kemi rreth 75 lexues që ose janë rekurtuar, ose janë në fazën përfundimtare të rekurtimit në gjithë Shqipërinë dhe në çdo njësi edhe qoftë edhe më të largët. Themi diçka që është e rëndësishme. Për 120 vende të lira për faturisë që ne kemi komunikuar në 5 shkurt, kanë aplikuar 542 persona. Pra kemi për një vend pune 5 zgjedhje. Nga ana tjetër duhet thënë që ka qenë
praktik, por tashmë është një nga strategjitë e OSHE-s, duke qenë se është një nga ndërmarrjet më të mëdha në Shqipëri, që të punësojë vajzat e djemë të rinj, të cilët duan bashkohen me stafin e OSHE-s, duke bërë kështu një përzierje të brezave dhe duke lënë edhe stafetën. Shkëlqyer, kemi edhe një lexues tjetër, unë të mbar, shumë faleminderit për sqarimin. Unë të mbar. Okej, kjo është lexuese tjetër, jemi tek dera e ashensorit, mos i pengojmë njerëzve këtu, kështu që sa më shpejt. Tregoj procesin e punës së ndjekjes. Ne vim në mëngjes, paraqitemi gazetyra, pastaj bëjmë simulizim pajisjes, shohim çfarë kabine na ka në pedal dhe manda. PDA quhet PDA është pajisja që përdorni. Pajisje. Okej, sepse jo të gjithë e din. Pajisje. Në momentin që na vjen në pajisje kabina e përkatshme, ne shkojmë automatikisht te vendi ku është kabina. Edhe si fillim momentin që vim te boksi, jemi nga fakë dhe shohim si është nga ana vizuale, ka ulë celuar, ka masë dëmtuar. Në momentin që është dozën në rregull, vazhdojmë procesin e leximit. Shkruajmë kontratën, marrim kontratës, e cila është kjo që kemi shkruar me lapsor, e bëjmë lidhjen me numrin e serisë të macit. Ky dhe macit është shkruar 3 herë që shikojmë leximin dhe e shkruajmë në pedale atë. Sepse lexuesit janë edhe një hall shumë rëndësishme në procesin që shikojnë edhe në optikën nëse masi ka prekje, ka patjetër. Patjetër, pra bëjmë dhe procesin e verifikimit. Në moment që shkojmë leximin që është aktual në mat, ai ka opsion për të bërë dhe foto, për ta shikuar. Foto e cila do të në momentin që duhet jetë e pastër apo jo? Që të Që verifikohet. nëse ka ndonjë ankesë, ta shohim vetë abonenti të kujdesin e klientit të leximin që ja kemi herë. Shkëlqyer. Shkojmë automatikisht direkt në sistem. Por para se të shkojmë tek kujdesi klientit, se lexuesi thotë që nëse foto nuk është e rregull, patjetër që do shoqërohet me një ankesë nga lexuesi. Ne kemi bërë ashtu siç sqaruam në takimin e fundit, kemi shtuar filtrat nga ky muaj dhe në vazhdim do të shtuar filtrat për leximin dhe faturimin, që do të thotë, në rast se një fotografim i aparatit mac nuk është i qartë, nga operatorët në sistem, ky lexim nuk kalon për faturim, por i kërkohet edhe një herë lexuesit të rikthehet dhe të riverifikohet. Pra, fotoa që dërgohet në sistem online, bashkë me geolocation, me pozicionin, do të jenë 100% të saktë dhe sigurta që të konfirmojmë që leximi i macit korrespondon me leximin e sistemit. Pra që të shmangim çdo lloj ankese të mundshme nga konsumatorët. Shumë e qartë. Shumë faleminderit, punë të mbarë dhe keni punë goxha të vështirë këto ditë, pasi duhet jetë gjithçka në perfeksion. Pra, e kemi ndërmarrë sot këtë inspektim thjesht për të bërë me dije të gjithë abonentëve, të cilët përfitojnë nga ulja me 10.5% e çmimit, e ndarë sipas kategorive të konsumit, se tashmë jemi në një proces, ky është muaji i parë që ne do të aplikojmë çmimin, por nga ana tjetër keni parasysh që e gjithë procedura është e dizenjuar nga fillimi deri në fund që të jetë transparente, bazuar në një urdhër të administratorit përgjithshëm të kompanisë, pra të OSHE-s. Matja duhet bërë brenda 8 ditëve dhe matja është nga 30 ditë në 30 ditë. Pra nuk do të ketë ditë që kalojnë 30 ditëshin, duke e bërë kështu të pakontestueshëm mënyrën e matjes dhe nga ana tjetër dhe saktësinë e saj. Do një gjë që do deshet shtonet? Jo, thjesht ne do donim që patjetër qytetarët ta kuptojnë që edhe nëse kanë ankesë, në bazë të fotove që ne kemi, ankesa do i vi edhe të geolocationit. E themi këtë, pra vërtetohet në cilën datë dhe në cilën orë faturisti ka qenë para macit duke e matur. Pra nuk do të ketë fare asnjë lloj le të themi arsye për të thënë që jo nuk më ka ardhur në filan datë, po ka ardhur në një datë tjetër, pasi ne verifikojmë me geolocation se kur ka qenë faturisti dhe kur është bërë matja. Dhe sigurisht kemi edhe foton që bëhet në kohë reale dhe dërgohet direkt në sistem. Tashmë faturat e para kanë filluar të dalin, çdo qytetar do e shikojë uljen e çmimit në faturën e vet përkatëse. Vetmja thirrje që unë t'i bëj është që patjetër kjo ulje u bë për shkak edhe të ndihmës qytetarëve që janë përgjigjur me pagesat. Pagesat duhet të vazhdojnë të jenë në kohën e rregullt, siç e kërkojnë edhe kontrata përkatëse. Patjetër, dhe mbi të gjitha, arsyeja pse ne vendosëm që të aplikonim një çmim më të ulët sipas kategorive të konsumit, pra 8.5 lek për
konsumin deri nga 0 deri në 700 kWh është sepse kërkojmë që të civilizojmë të gjithë popullatën, të gjithë familjarët, të cilët përfitojnë nga kjo paketë mbi 1 milion abonent, që energjia është një mall shumë i rëndësishëm i cili edhe duhet kursyer. Patjetër përdorimi i tij është i domosdoshëm në jetën e përditshme, por kursimi është akoma më i rëndësishëm për shkak edhe të gjitha kushteve që ne kemi, pra hidrocentraleve, varësisë nga moti, por edhe se sot është një kërkesë e Bashkimit Evropian dhe Shqipëria është në tryezën e negociatave dhe ne synojmë që të mbyllim këto negociata deri në vitin 2027 dhe padyshim që në 2030 të jemi fënd antar me të drejtat plota. Shumë faleminderit dhe ta gëzoni çmimin e ri të energjisë.